Britania e Madhe ka nisur një strategji të re kombëtare për mineralet kritike dhe elementet e rrallë, me synimin për të ulur varësinë nga Kina. Pekini kontrollon furnizimet globale të shumë materialeve thelbësore, duke përfshirë magnetet që përdoren nga pajisjet shtëpiake deri te makinat. Kryeministri Keir Starmer tha se vendi ka qenë për shumë kohë i varur nga disa furnizues të huaj, duke ekspozuar ekonominë dhe sigurinë kombëtare ndaj goditjeve globale. Iniciativa shoqërohet me një fond për 50 milion pound për të rritur prodhimin nga minerat e tungstenit dhe litiumit në Cornwall, ku ndodhen depozitat më të mëdha të litiumit në Europë. Strategjia vjen pas tensioneve tregtare midis Kinës dhe Bashkimit Evropian mbi furnizimet me çipet e industrisë automobileve, duke treguar se Pekini është i gatshëm të përdorë materialet kritike për presion politik. Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të ulin varësinë nga Pekini, por prodhimi dhe përpunimi i mineraleve të rralla kërkon shumë vite dhe investime të mëdha. Edhe pse litiumi gjendet gjerësisht në Europë, ai duhet përpunuar në hidroksid litiumi për të përdorur në bateritë e makinave elektrike, proces që kërkon kohë dhe kapital të lartë. Rafineria vetme e hidroksidit të litiumit në Gjermani kërkoi 5 vjet për të ndërtuar dhe 150 milion pound investim. Më herët këtë vit, Britania nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi për minerale me Arabinë Saudite për të forcuar zinxhiret e furnizimit dhe për të tërhequr investime të reja. Mineralet e rralla janë thelbësore për telefonat inteligjent, makinat elektrike dhe ndërtimin e qendrave të dhënave që fuqizojnë inteligjencën artificiale. Sipas strategjisë, Britania nuk duhet të marrë më shumë se 60% të një minerali nga një shtet i vetëm partner deri në vitin 2035. Qeveria synon rritjen e prodhimit dhe riciklimit të brendshëm për të forcuar ekonominë dhe për të ndihmuar në uljen e kostos së jetesës. Aktualisht vendi prodhon vetëm 6% të nevojave për mineralet kritike. Objektivi është që Londra të zgjerojë nxjerrjen dhe përpunimin vendas, veçanërisht të litiumit, nikelit, tungstenit dhe elementeve të rrallë, si dhe të prodhojë të paktën 50.000 ton litium deri në vitin 2035.